Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta i dërgojmë shëmbulltirës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah na bëj prej tyre, amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht do ta përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do t'ju përkujtoj edhe juve, ka të bëj me temën zbritja e shiut. Pra, do ta shohim sot shiun në prizmin e Islamit si një dukuri të cilën Allahu i lartësuar e ka caktuar që ta zbres në tokë. Padyshim vëllezër të dashur, një nga mirësitë, begatit, mëshirë e Allahu Gjelleshanuhu për njerëzit, kafshët, për bimët, është edhe zbritja e shiut. Allahu Gjelleshanuhu në Kur'anin famëlart, në lidhje me këtë na thot: "Wa nazzalna minas samai ma'a", dhe ne zbresim nga qielli ujë të bekuar. Pra, ma'an mubaraka. Pra me dëshmi të Rabbul Alaminit, është shiu bekim nga Allahu i lartësuar. Pra dhe njerë thot: "Wa nazzalna minas samai ma'an mubaraka", dhe ne zbresim ujë të bekuar nga qielli. Fa anbatna bihi jannatin wa habbal hasid, dhe ne nëpërmes ti rrisim kopshte dhe drith që rritet edhe korret. Pra vërtet, shiu është si një begati, mirësi e Allahut të lartësuar. Me një vend tjetër, Allahu Gjelleshanuhu, duke na treguar mirësinë e shiut dhe sjelljen tonë me të si fenomen i zbritur nga Allahu i lartësuar, ai në një ajet tjetër kuranor na drejtohet dhe na thot kështu: "Wa min ayatihi annaka tara al-ardha khashi'a", dhe prej argumenteve, shenjave të Allahu Gjelleshanuhu është edhe ajo që ju tokën e shihni të thatë. Dhe mendoni se ajo s'ka gjë. Ne shohim të tillë tash në dimër, korret bereqeti, bjen bora, ngrin toka, dhe ty të duket që ajo, do me thonë, gjithçka përfundon gjethe kështu me radhë, dhe të duket e thatë, e vdekur. Ose toka nga ana tjetër, të cilën e ka kapluar një nxehtësi e madhe, dhe ka zverdh, ka tharë, dhe ka shkatruar gjithçka. Pra Allah thot, dhe kjo situatë është një shenjë, një argument prej argumenteve të Allahut të lartësuar. Kush edhe njëherë? Që ju e shihni tokën nga një anë të thatë, dhe se ajo është e vdekur, dhe nga ana tjetër e ngrirë, ka përfunduar gjithçka. Fa idha anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat. E atëherë kur ne
zbresim ujë, pra shi mbi të, ajo zgjohet dhe gjallëron bimësin e saj. Këtë mund të shohim më mirë, dhe me thonë, në ditët e para pranverore, pasi që gjithë shka ishtë e ngrirë, e thatë, gjë të gjallë nuk shihnin mbi tokë, dhe kur Allahu i lartësuar e lëshoi shiun dhe ti sheh rigjallërimin e barit, rigjallërimin e të mbjellurave, rigjallërimin e vetë tokës. Inna alladhi ahyaha la muhyil mauta. Kjo shenja, kjo është argumenti logjik, që ne e shohim në çdo sezon të ndryshimit të verë, pranverë, vjesht edhe dimër. Pra ndryshimin e çdo stin ne mund ta shohim, sidomos stina e dimrit me stinën e pranverës. E çfarë thot Zoti? Inna alladhi ahyaha, dhe ai i cili e rigjallëroi, i dha jetë ati bari i cili përfundoi krejt, asaj bime që u tha e tëra, ati druri që mbet vetëm druri dhe ran me pe, me gjethe, me gjithë shka, u bësi i vdekur, ashtu në pranver kur zbresim në shiun, ashtu si rigjallërohet, ashtu si i vjen përsëri jeta, zbilon, gjallërohet, ashtu thot ne do t'ju ringjallim edhe juve. Pra nëse Allahu diçka të tillë ne e shohim e bën gjithmonë me të mbjellurat dhe me barishtet që gjenden mbi tokë, nëse ai e bën diçka gjithmonë, logjikisht ai e ka lehtë edhe me ne, pasi që të kemi vdekur, të na ringjall. Nëse ngjall përsëri mollën, e ringjall përsëri dardhën, ashtu ringjall të barishtet tjera, ashtu do të na ringjall edhe neve. Innehu ala kulli shay'in qadir, vërtet që ai është Zoti i cili vërtet bën çdo gjë të cilën ai e don vetë dhe e cakton vetë. Vëllezër të dashur, padyshim që shiu, ashtu si e përmend Allahu në Kur'an vetë ai, që e quan bereqet shiun, pra padyshim shiu në esencë është i tillë, është bereqet, është dhurat pa të cilën nuk do të kishim bim, është dhurat pa të cilën nuk do të keshim as furnizim. Kur bie shiu, padyshim që me të ka ardhur edhe mëshira e Allahut të lartësuar. Por shiu, ashtu siç është mirësi, siç është begati, pa të cilën nuk mundeshim të jetojmë madje as njerëzit dhe kafshët, është e qartë, ai ka mundësi të shndrohet edhe në mjet sprove për njerëzit. Nëse ai është i rrëmbyeshëm, nëse zbret ma tepër se sa është mëshirë, ai padyshim është edhe një përkujtues i joni atëherë kur do të ketë vërshime, se sa ne e falenderojmë Allahun për këtë begati,
sa ne jemi mirë njohës ndaj begative të Allahut dhe falenderues ndaj tyre. Për atë të kujtojmë se shiu nëse është vërshues, padyshim që ka mundësi të jetë edhe një dënim ashtu siç ishte për popullin e Nuhit a.s. që me urdhër të Zotit lëshoi Zoti shi të jashtëzakonshëm nga qielli, edhe vetë toka shpërtheu ujin e saj që e mban brenda saj dhe u bë vërshima dhe kështu dënoi popullin e Nuhit a.s. Pra, atëherë kur bie shi me butësi, ai është mëshirë për ne dhe ne duhet falenderojmë Allahun e lartësuar. Kur bie me tepërsi, sjell përmbytje, ta kujtojmë se ai është një paralajmërim. Kjo është e rëndësishme. Është një paralajmërim, është një thirrje për pendim, për mirësim dhe kthim te Allahu i lartësuar. Prandaj shiu është edhe si një lloj pasqyre e njerëzve. Nëse jemi falenderues, Allahu do ta zbres atë mëshirë, begati për ne. Po nëse jemi mohues, atëherë atë Allahu do ta shndroj në sprov, mos dash Zoti edhe dënim për ne. Pejgamberi a.s. thotë kështu në Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, idha ra'a al-matar. Është mirë të mësojmë këto traditat pejgamberit a.s., këto sunetet e tij. Pejgamberi a.s. kur e shihte shiun, ai me njëherë bënte lutje. Me njëherë bënte lutje. Çfarë thoshte? Allahumme sayyiban nafi'a. O Allah, bëre këtë shi, çfarë? Nafi'a, të dobishëm për ne. Nëse e ka thënë dikush këtë kur ka pa shiun, elhamdulillah, nëse jo, atëherë ta mësojmë vëllezër. Është një traditë, është një suneti pejgamberit dhe është dua e shkurt. Thjesht e shef si ja filloi shiu, nuk e dim se me çfarë kamena ardh. A mëshirë ose sprov? Edhe pse në esencë ai vjen mëshirë, ashtu thot Zoti, mubarek e qunë shiun Zoti. Atëherë ne padyshim që duhet bërë si ka bërë pejgamberi a.s. pra të themi nafi'a, o Zot, bëre këtë shi të dobishëm. Një tjetër veprim të cilin e vepronte pejgamberi a.s. dhe me thonë kur e shikte shiun ishte edhe ky. Asabana wa nahnu ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam matar. Thot sahabi, shoku i pejgamberit alayhis salam, ishim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe na zuri neve shiu. Qala fa hasara Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thawbahu. Dhe ai e nxori teshën e tij dhe e la që teshën e tij ta prek shiu. E la që ta prek shiu. Hatta asabahu min al-matar. Fakulna ya Rasul Allah, lima sanat hadha? Edhe të pranishmit sahabët thënë, ja Rasul Allah, pse e nxore teshën dhe e le të ta prek shiu teshën tonë? Dhe çfarë tham? Li'annahu hadithu ahdin bi rabbihi ta'ala, sepse ai shiu është i afërt me Allahun e lartësuar, pra sa po ka ardhur nga mëshira e Allahut. Ai vjen me bereqet, vjen me mëshirë, dhe sa po ka ardhur një mëshirë, dhe unë e marr atë mëshirë të Allahut të lartësuar. Mirë po, të bëjmë dua, ta lutim Allahun që të jetë i tillë e mos të jetë sprov për ne.
Ndërsa meleku i cili është përgjegjës për shiun, mirë po e zbret vetëm me urdhrin e Allahut të lartësuar, është pra meleku Mikail. Është e preferuar që besimtari kur të bjen shi, përveç asaj lutje që ka bëu pejgamberi alayhis salam, që duhet bërë edhe ne dhe të themi o Allah bëre të dobishëm, është mirë që në situatë të tillë t'i shtoj edhe lutjet. Pse? Pejgamberi alayhis salatu wassalam na ka lajmëruar se atëherë kur bjen shi, është edhe një prej kohrave që Allahu i pranon lutjet tona. Thot pejgamberi alayhis salam, utlubu istijabet ad-du'a, kërkonja istijabet ad-du'a, gjevapin e duas tuaj, lutjes tuaj në këto situata. Kur janë indel iltika el gjuyush, e para, nëse jeni në front të luftës dhe jeni në luftë me armikun, është vend, është çast ku Allahu i lartësuar i pranon lutjet. Wa iqameti s-sala, tjetër, çka atëherë kur falni namaz rregullisht, wa nuzulul ghayth, dhe atëherë kur bie shi. Atëherë kur bie shi. Pra vërtet, pra shiu është bereqet, ashtu siç e thot Allahu tekstualisht në Kur'an, pra mëshirë nga Allahu i lartësuar. Po ashtu shiun nga njëherë e shoqëron edhe bubullima. Që thot Islami në rastin e bubullimës? Po ashtu është e lejuar që në rast të dëgjimit të bubullimës, që ne ta përmendim Allahun edhe ta lusim Allahun e lartësuar. Këtë na mëson sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Zubair radiallahu anhu, ai gjithmonë kur e dëgjonte bubullimën, ai me njëherë e ndërpriste fjalimin e tij. Nëse ishte në fjalim, madje edhe nëse ishte në ligjërat, ai çfarë bënte? Kur e dëgjonte bubullimën, ndërpriste fjalimin. Pra nuk e bënte se diçka çfarë do të le të bëhet. Jo, ajo është diçka. Është një fenomen i Zotit. Është edhe një paralajmërim. Dhe ne duhet marrë mësim dhe ne duhet të dimë se si të sillemi. Pra ai e ndërpriste fjalën e tij dhe e lexonte ajetin kuranor. Flas ajet për mbi 7 kat qiej. E lexonte dhe thoshte: "Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati." Bubullima e madhron dhe lavdëron Allahun e lartësuar. Pra është ajeti i surës 13, ajeti 13. Kështu bëjnë edhe melekët nga frika e Allahut të lartësuar. Pra kjo është edhe një traditë e shokëve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo, vëllezër të dashur, është edhe një paralajmërim për banorët e tokës. Se ne thamë se shiu në esencë është rahmet, është bereqet. Mirë pa, kur bjen nga dalë, edhe atër bëjmë lutje, edhe kënaqemi. Se kemi ujë të bollshëm, ujëra nën toksor, ujitet bimësia, ka ujë për njerëzit, kafshët e kështu me radhë. Mirë po nëse ajo shoqërohet edhe me bubullim dhe vetëtim,
ajo është edhe një paralajmërim nga Allahu që ta kujtojmë Allahun e lartësuar, ta lusim dhe sadopak ta kujtojmë fuqinë e të madhit Zot dhe ta lusim mos të jetë sprov e cila me vete sjell edhe dënim. Thot pejgamberi alayhi salam, akhbarana anir ra'd ma huwa. Një ditë, ashtu si ne sot, pejgamberi alayhi salatu wassalam u shpjegonte shokëve të tij për shiun, bubullimën dhe vetëtimën. Ndërto tha, akhbirna anir ra'd ma huwa. Than, u pyet, i than sahabët, ja Rasulullah, na njofto, na informo për bubullimën. Kal, melekun min melaike muwakkel bis sahab. Është melek prej melekve të Allahut të lartësuar, i cili është përgjegjës të mbart mjegullat të cilat mbajnë shiun. Ma'ahu makhariku min nar, i cili ka ngarkuar me ret dhe me vete ka kamxhik zjarri me të cilin i shtyn ret, atje ka don dhe urdhron Allahu i lartësuar. Pra në përmes bubullimës shtyhen ret, pra është melek i cili i shtyn ret dhe i çon aty ku Allahu urdhron. Diçka është e rëndësishme dhe dobipërurse sa i përket mjegullës e cila mbart me vete shiun. Është një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadith i sakt. Hadith i sakt. E transmeton Muslimi këtë hadith. Është në koleksionin pra përmbledhjen e haditheve të sakta pejgamberit alayhi salam. Unë do ta them shqip arsyeja e kohës. Një ditë një njeri udhëtonte në shkretir dhe dëgjoi, them hadith tuk të tregoj pralla, nuk themi ka qenë një herë, hadith i saktë pejgamberit alayhi salam. Një njeri udhëtonte në shkretir dhe dëgjoi një zë kur nga një re dhe i tha, res, shko dhe ujite kopshtin e filanit dhe ja përmendi emrin e atij personit. Ky u habit. Çu bë? Atëherë reja, mjegulla, u largua dhe unë e ndoqa dhe e pash që ajo e zbrazi ujin në një rezervuar uji. Kur e zbrazi ujin aty dhe kisht kanal, dhe unë thot e ndoqa e pasova kanalin, ta shof se ç'është ky keramet, ç'është kjo e cila ndodhi. E pasova dhe kur arrita e pash një burr i cili me shatin e tij, çfarë bën? E rregullonte dhe i ndante ato kanalet vijat për ujitjen e bafçës së tij. U habita dhe e pyeta, thash, si e ke emrin ty, o filan, si quhesh? Ja tregoj emrin dhe isht i njëjti emër që e dëgjoj gjatë rrugës në shkretir nga rejet. Dhe atëherë ai fshatari e pyeti dhe i tha, atëherë përse tha ti më pyete për emrin edhe mbi emrin? Përse më pyete? Dhe ja sqaroi rastin. Atëherë tha mbasi ma sqarove, më trego se ç'bën që Allahu
edhe shiun e bëri në shërbimin tënd. Që bën që Allahu edhe shiun e solli të të shërbej ty. Ai çfarë tha? Unë shikoj se çfarë del prej ti, prej bereqeti. I jap 1/3 sadaka, 1/3 e ham unë dhe familja, dhe 1/3 e rikthej në kopsht. Pra vërtet, nëse ai dhe ne sillemi ashtu siç duhet me Allahun e lartësuar, ai gjithçka do t'i vëj në shërbimin ton, madje edhe shiun. Po ashtu është traditë e pejgamberit alayhis salam, nëse nuk ka shi, ai ka bë lutje për shi, mirë po edhe nëse ka patur shumë shi me vërshima, ai ka bë lutje që Allahu të ndërpres atë. Të di lutje na duhen, këto na ndodhin neve dhe ne duhet t'i dim. Inshallah taala që të di lutjet, kur do kemi nevojë për shi, si ta lusim, dhe kur ka shumë vërshima, si ta lusim që ta ndërpret, do t'i keni inshallah taala edhe javën tjetër. Lusë Allahun e lartësuar me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, të na mundsoj neve, fëmijëve tonë dhe mbar besimtarëve musliman, që Allahu të zbres mbi ne shi i cili do të jetë bereqet, mëshirë për mbar gjithë ne dhe njerëzimin. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.